Partia Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Evropian ka shprehur shqetësimin e thellë dhe kundërshtimin e saj të vendosur të komunitetit maqedonas të Bashkisë Pustetës ndaj veprimeve të qeverisë shqiptare për hapjen e 3 qendrave pritëse për emigrantët në territorin e kësaj bashkie. Sipas kësaj force politike, këto qendra parashikohen të ndërtohen në njësinë administrative Zronsko, në fushën sportive të Pustetësit dhe në fushën sportive të fshatit Dolna Gorica. Vendimi buron nga akti normativ për miratimin e planit kombëtar të kontingjencës për flukset e përzierja migratore 2026-2028, i votuar në fletoren zyrtare, i cili parashikon ngritjen e 20 qendrave pritëse për emigrantë në territorin e Shqipërisë gjatë 2 viteve të ardhshme në rast krize. Këto qendra janë planifikuar për emigrantë nga Afganistani, Pakistani, Irani, Siria, Libani dhe Gaza, që përdorin Shqipërinë si vend tranzit drejt Bashkimit Evropian. AMJ denoncon se vendimi është marrë pas një konsultim publik me banorët e komunitetit Maqedonas të Bashkisë Pustetës, pa përfshirjen e pushtetit vendor dhe pa dialog me aktorët lokal, duke shkelur parimet e vetë qeverisjes vendore, transparencës e demokracisë pjesëmarrëse. Partia Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Evropian shpreh shqetësimin e thellë dhe kundërshtimin e vendosur të komunitetit Maqedonas të Bashkisë Pustetës ndaj vendimit të qeverisë shqiptare për hapjen e 3 qendrave pritëse për emigrantët në territorin e kësaj bashkie, konkretisht në njësinë administrative Zrnosko, në fushën sportive të Pustetësit dhe në fushën sportive të fshatit Dolna Gorica. Ky vendim buron nga akti normativ për miratimin e planit kombëtar të kontingjencës për flukset e përzierja migratore 2026-2028, i botuar në fletoren zyrtare, sipas të cilit në rast krize, për menaxhimin e flukseve migratore parashikohen ngritjet e 20 qendrave pritëse për emigrantët në territorin e Republikës së Shqipërisë gjatë 2 viteve të ardhshme. Këto qendra janë planifikuar për emigrantë nga Afganistani, Pakistani, Irani, Siria, Libani dhe Gaza, të cilët përdorin Shqipërinë si vend tranziti drejt Bashkimit Evropian. Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Evropian denoncon faktin se ky vendim është marrë pas një konsultim publik me banorët e komunitetit Maqedonas të Bashkisë Pustetës, pa përfshirjen e pushtetit vendor dhe pa dialog me aktorët lokal, duke shkelur rënd parimet e vetëqeverisjes vendore, transparencës dhe demokracisë pjesëmarrëse.